Iftarin e ditës së sotme shijuam në shtëpinë më të vjetër të Gjilanit. Në këtë shtëpi nostalgjike, me smureve që flisnin histori dhe aromën e gatimeve tradicionale që mbushnin atmosferën me nostalgji. Aty në atë strehë të lashtë, ndjem hijeshin e një kohe që vazhdon të jetoj përmes brezave. Një iftar që nuk ishte vetëm një vakt, por një përjetim i shpirtit dhe kujtesës. Pasioni për kuzhinën dhe përgatitja me delikatese ushqimeve tradicionale për iftarin ia zbukurojnë Ramazanin edhe më shumë, zonjës së shtëpisë Fatmire Abdullahu. Ajo na tregon konkretisht se çfarë dhe si përgatitet një iftar në shtëpinë e saj. Po zoja, mundesh me na tregu se çka ke përgatitur sot për iftar? Po, sot për kom përgatit supa është e shtëpisë, krejt bie është me kavërdista, me krejt, me mishin. Çish bëhet kjo supë? Kjo supë bëhet me rrezin mishin e pulës, edhe karotën, e copton, masnej e kavërdismi millin, edhe këtë shirien, këto do me thonë e supa që është shirien, a i thojmë shirie. Edhe kavërdismi, e qesmi aty, qesmi edhe magdanoz, zihet mirë, edhe kjo bëhet kështu. Kjo është mishi përzhet, kjo e shtimi drejt për drejt, e marinojna, e mbulojna me foli, edhe deri në fund kjo bëhet. Këta kaqikat i ku marri, ku mzi, i ku marinu edhe këta, edhe kështu që i unë kry edhe këta. Këto janë mantijat, do me thonë kjo është gjys me mantijat me djath. Gjysa është pite, gjysa është mantija me djath. Kurse kjo është baklava, edhe kjo është krye, është me arra, është me peta terën. Kjo është mantija me mish, edhe kjo pregaditet i bojmë katmerat, tani i prejmë, ja vendosmi mishin edhe kryet. Kjo është me perime, oriz me perime, me gjitha perime, edhe ka një sos që e marojën e vetë, me gjitha perimet i ka i sosi. Patligjanin, domatën e zezë, e kemi karotat, specat e ajvarit, kretë qka janë në aty. E tash do me thënë kjo është oriz me gjitha perimet. Që kjo nuk po duket që kemi pa dikun tjetër, përdoret shumë në sofra tuja, është prej? Po, kjo është shumë e mirë edhe e ka shijen shumë të mirë. Mantijat preferohen të nxehta apo të ftohta? Jo, të nxehta. Dhe sa kohë para iftarit zakonisht duhet mu pjeka, po sa merr kohë? Kjo 40 minuta bëhet. Do me thonë, për 1 orë kjo veç e kitë gatshme. Tash ti po bojmë përgatitje në sallatave. Unë i bëj qëto 3 lloje për shembull. Tani këtu i rregullojmë. Tash edhe mantijat janë pjek. Janë të gatshme. Teksa ora afrohej, duart e familjes Abdullahu luteshin me përulsi për bereqet dhe shëndet. Dhe më në fund, kur ezani jehoi, gjithçka ishte gati. Një tryezë e përgatitur jo vetëm me ushqim, por me zemër, me respekt për traditën dhe me ndjenjen e një Ramazani të begat. I zoti i shtëpis, Haxhi Zekeria Abdullahu, rrëfen mbi këtë shtëpi të vjetër qindra vjeçare. Cili ishte sekreti i qëndrueshmërisë së saj dhe se çfarë u zhvillua aty? Haxhia, mundesh me na tregu kur është ndërtu kjo shtëpi dhe cila është historia e saj? Po, unë do të mundona në pika të shkurta me tregu një historik ndërtim kësaj shtëpis. Kjo shtëpi është ndërtuar rreth vitet 1787-88, saktësisht një vjet 2 mundet me pas në Jerusalem, po atëherë është ndërtuar, do thotë është ndërtuar me këtë arkitekturë cilën jo po e shihni. Është ndërtuar nga ndërtuesit vendor, do thotë ose janë me origjinë nga Maqedonia, nga Tetova, po Gostivari, mjeshtrit ashtu na kanë rrëfyer, kanë qenë thotë mjeshtrat njoftën për ndërtimtari. Do thotë ka qenë një prej kajmekambet të Gjilanit, i cili ka jetuar në këtë shtëpi. Ne këtë shtëpi e kemi blet dikon rreth vitit 1969, dhe prej vitit 1969 do thotë jemi banues në këtë shtëpi. Por ju e dini edhe para këtyre viteve se kush ka jetuar këto? Para këtyre viteve do thotë
ka një histori pak ma të gjatë, po si do qoftë e di që do thot ka qenë një kaj me kam i Gjilanit, ka qenë njeri i fuqishëm, do thot ekonomikisht, edhe ai ka jetu, pastaj është shpërngull në Turqi, kanë ardhur tjera familje edhe kështu janë ndru, disa familje janë ndru derisa jemi na, do thot, trashëgimtar të fundit të kësaj shtëpie. Tani e gëzoni nën mbrojtjen e monumenteve të kulturës është radhit. Do të thonë është mbrojtur Po, nga nën mbrojtjen e monumenteve të kulturës është kjo shtëpi. Kështu që na kena jetu këtu, e ka një ngrohtësi, është shtëpi historike, themo, nuk ka shtëpi në Gjilan ma të vjetër se kjo shtëpi që është ndërtu. Sekreti i ndërtimit të kësaj shtëpisë dhe qëndrueshmërisë është se është e maruar me llaç, me tulla, me gorë, edhe do thotë e ka izolimin të mirë, do thotë se është izoluar mirë dhe nuk ka pas ujë ka me hyje. Shtëpia dhe kështu që i ka përjetu edhe disa termeteve Gilan, edhe pse ka dëmtu pak, po prap i ka përjetu. Këtu ka pas tubime ndryshme, prej qytetarëve të Gjilanit, prej veprimtarëve të kulturës, kena organizu lloj-lloj ndeja, lloj-lloj aktivitete kulturore, ama ngjarje historike nuk muj. Pas qështu kemi organizu iftara, kemi organizu ligjërata ndryshme me dietar islam, me dietar të shkencave, kanë vizitu, kena nejt, kena debatu tema ndryshme në kohën kur për shembull institucionet e Kosovës kanë qenë mbylluna, to dyrt kanë qenë të hapuna për gjithë. Shpesh herë bëlem shumë, kemi edhe video incizime, po fatkeqësisht që ato video incizimet duhet me nxjerrë edhe milion si arkiv, do thotë se kemi pas shumë takime të tilla. Edhe çdo vit organizojmë edhe iftare ndryshme, edhe takime ndryshme, edhe gjithë do thotë hoxhallarët e Gjilanit, cilët sot fatkeqësisht kanë kalu, do thotë nuk janë në këtë botë, kanë qenë mysafir të kësaj shtëpie, kanë qenë mirë se ardhën, kena debatu, kena nejt, kena diskutu, kam kujtimet shumëta në këtë shtëpi, do thotë kujtimet mira, të hajrit, do thotë ka pas bisedat mira, kena zhvillu debatet mira, me njerëz të kulturës, me njerëz të artit, me njerëz gjithka, edhe sot vinë me vizitu shtëpijen, shpesh prej shteteve tjera, janë të interesuar për arkitekturën, për kulturën, për artin, vinë e vizitojnë.